Pra, gjëja tjetër për cilën do të flasim është ajo që quhet theory of mind, teoria e mendjes, që është shumë e rëndësishme, sidomos nëse dua të kuptoj çfarë duhet bëj nëse jam tip shmangës, çfarë duhet bëj nëse jam tip anktioz. Dhe teoria e mendjes është një element thelbësor në këtë mes. Çfarë është teoria e mendjes? Është aftësia jonë për të kuptuar se tjetri ka jetën e vet, që tjetri është gjithashtu njeri, ka e mendimet, emocionet e veta, ka një perspektivë subjektive të tij mbi jetën. Te personat me atashim anktioz, teoria e mendjes çalon paksa. Dhe një shembull klasik i saj është kur, për shembull, jemi në një lidhje dhe unë them, e di që doje shumë që unë të isha me ty sonte, ajo darka e punës tënde, por më duhet të takoj patjetër një kontraktor të rëndësishëm, është një klient potencial me shumë peshë. Shpesh personi anktioz e merr këtë shumë personale. Ti nuk do që ti jesh te darka me mua, apo jo? Do të thotë që s'më do. Do të thotë se ke dëshirë të rrish me kolegët e tu e jo me mua. Në të vërtetë, në perspektiven time, nga ana ime, kam realisht kërkesa pune, kam llogaridhënie, një jetë që nuk ka të bëjë me anashkalimin e partnerit, thjesht kam kërkesa dhe detyrime që nuk i shmang dot. Por personi anktioz, më që e shikon marrëdhënien si diçka krejt të bashkuar, të shkrirë në një, nuk e bën dot aq kollaj dallimin midis ti ke detyrimet e tua dhe po më braktis mua. Ai ose ajo nuk e pranon që frika se ky po më lë është më shumë një mendim i saj e jo domosdoshmërisht realiteti. Pra realiteti dhe mendimet janë të shkrira në një. Shpesh pra i mungon aftësia për të thënë që ky person mund të ketë arsye shumë të forta dhe legjitime për të mos ardhur me mua atë natë. Shembull tjetër klasik është kur thonë, nuk u kuptoj sepse je me mua, ka kaq shumë të tjerë më të bukur, më të pasur, më të gjatë se unë. E harrojnë pra faktin se unë si partner kam zgjedhur pikërisht këtë njeri sepse kam subjektivitetin dhe preferencat e mia të brendshme. Personi anktioz nuk e shikon botën prej këndvështrimit tim, por ka mbetur i kyçur në atë kafazin e frikrave dhe mendimeve të veta. Tani teoria e mendjes, theory of mind, po ashtu çalon edhe tek njerëzit shmangës, avoidant. Ata kanë vështirësi sepse nuk e kuptojnë çfarë ndjejnë vetë, e përrjedhoj as nuk e kuptojnë fare subjektivitetin tënd. Në mendjen e tyre gjërat o janë të sakta, o janë të gabuara. Për shembull, objektivisht është më keq të kesh llogari bankare të përbashkëta, ndaj nuk duhet të kemi llogari së bashku. Ata se kuptojnë se kjo është vetëm një perspektivë personale, por mendojnë se kështu është e mira, e vërteta për gjithë botën. Po të tentosh të thuash që kjo është e vështirë për të thënë nëse është e saktë apo e gabuar, sepse ndoshta është përvoja jote që të shtyn ta mendosh gjën ashtu, jo realiteti objektiv, ata refuzojnë. Pra kemi të bëjmë me një mënyrë të menduari absolutiste, jo relativiste. Nuk e kanë problem për shembull t'i hedhin poshtë 60 vite studime mbi atashimin, ku tregohet se njerëz, burra, gra, çfarëdo mund të krijojnë lidhje të shëndetshme, të jetojnë të lumtur në martesë, të kenë fëmijë, të kenë nipër, mbesa, ashtu si shumica e gjithë njerëzve gjatë historisë njerëzimit. Personi shmangës pra thjesht janë anashkalon këto fakte, se përndryshe s'do të ishte më absolutisht e drejtë versioni i tij. Kjo ndodh po njësoj edhe te gratë që kanë lidhje shmangëse. Vendosin një ndarje të fortë pra me thik midis të saktës dhe të gabuarës, pa e pranuar subjektivitetin e tjetrit. Kështu pra, ata se pranojnë do që, sjellja jote nuk është e gabuar, por është mënyra se si ti i sheh gjërat. Unë kam një përvojë tjetër dhe përrjedhoj, kam një subjektivitet tjetër dhe përrjedhoj sillem në një mënyrë tjetër. Për të dyja palët, anktioz dhe shmangës, avoidant and anxious, kapaciteti për të pranuar subjektivitetin e tjetrit është i kufizuar. Dhe po, ekziston një dallim i madh në mënyrën se si ata i shohin edhe ndjenjat. Personi anktioz kërkon të të bëjë përgjegjës ty për emocionet e veta. Ndihem e pambrojtur, ti duhet ta rregullosh këtë gjë. Ndërsa personi shmangës do t'i mbajë emocionet tua jashtë perimetrit të vet. Nuk dua të jem përgjegjës për ndjenjat e tua, ashtu si kundër nuk dua që ti të jesh përgjegjës për ndjenjat e mia. Secili merret me ndjenjat e veta në veçanti. Në kontekstin e aktit në shtrat, se nuk po përdor termin eksakt të sakt për shkak të se platformat nuk e pëlqejnë shumë, ndryshon puna. Te shmangësit shpesh përdoret si barrier ndaj intimitetit emocional. Akti pra përdoret si barrier. Hajde bëjmë diçka fizike, mekanike, epsh.
pa emocione, është diçka mes miq të përkohshëm, por pa ndjenja. Anksiozët nga ana tjetër e përdorin aktin për ta thelluar intimitetin. Hajde ta forcojmë lidhjen. Nëse je duke i hedhur syt vërdall, hajde te unë, ta bëjmë këtë gjë bashk që të më zgjedhësh mua. Aktin e shohin jo si diçka të rëndësishme në vetvete, por e shohin si një mjet për të afruar dhe për të krijuar intimitet me partnerin. Pra, e shohin si mjet. Tani le të flasim pak rreth atashimit të sigurt, secure attachment. Në këtë rast, ne e pranojmë faktin se unë kam miqtë e mi, ti ke miqtë e tu dhe ne kemi miqtë tanë të përbashkët. Pra e kuptojmë që jemi dy individ me vete, por po ndërtojmë gjithashtu diçka së bashku. Marrëdhënia pra shihet si një krijesë e jona. Jam unë këtu, je ti atje dhe këtu në mes është krijesa jon, lidhja jon. Zakonisht këta njerëz janë konsistent, të aftë emocionalisht, të gatshëm të marrin vendime dhe shpesh ata i diskutojnë gjërat me partnerin e tyre, pa diskutim vendime të mëdha jetësore. Shembulli klasik i kësaj është kur më duket se më duket se puna ime është bërë shumë e mërzitshme, po më mbyt, ndjej një ndjesi mbytse te puna ime, kam nevojë për një ndryshim, të bëj diçka tjetër, të merrem me një punë tjetër, dua të rifreskohem. Në vend që të largohen pra në mënyrë të pavetdijshme dhe të aplikojnë diku në Hong Kong, siç mund të bënte në Shmangës, personi i sigurt me atashim të sigurt e shtron çështjen bashkarisht. Si mendon ti? Do kishe dëshirë, a e përballon lidhja jon këtë sfidë? Ndërsa personi ankthioz as nuk e di që ka kërkesa individuale të veta për të marrë në konsiderat. Thjesht do të thoj, "Okej, po, je ti që vendos. S'ka problem, s'dua konflikt." Dhe pastaj agresiviteti pasiv fillon në ngre krye pas ca ditësh. Personi me atashim të sigurt nuk ka frikë nga bisedat e vështira, komunikon dhe kërkon që vendimi përfundimtar të jetë përsëri një krijesë e jona. Gjëja tjetër, personat me atashim të sigurt janë të aftë për kompromis. Shmangësi e ka o mënyra ime, o mënyra jote, o e drejt, o e gabuar. Anktiozi i friksohet fare konfliktit dhe si hyn fare atij shtegu, bëhet dakord me gjithçka, por pastaj të ndëshkon më vonë në mënyra indirekte, pasive, agresive. Ndërsa ata që janë në atashim të sigurt, unë preferoj këtë opsion, ti preferon këtë opsion, gjejmë diçka të mesit, diku në mes, unë jap diçka, ti jep diçka, unë bëj një lëshim, ti bën një lëshim, dhe pastaj funksionon. Dhe pse funksionon kështu? Sepse marrëdhënia qëndron më sipër se sa unë apo ti. Jo se duhet të sakrifikojmë çdo gjë për marrëdhënien, por shumicën e herëve marrëdhënia duhet fitojë. Në disa raste do të fitosh ti, e në disa raste tjera do të fitoj unë. Kështu personat me atashim të sigurt kanë komunikim të mirë, i artikulojnë qartë mendimet e tyre dhe ndjenjat e tyre dhe nuk i ndrydhin duke i fshehur, duke i mbytur, duke i lënë të pashprehura, sepse ato akumulohen dhe shpërthejnë pastaj në mënyra të papritura. Ata tregohen empatik, i tolerojnë gabimet e vogla, falin më shpejt, nuk mbajnë inate për një kohë të gjatë, sepse nëse arrin ta vendosësh veten tek në këpucet e tjetrit, të ecësh pak me këpucet e tjetrit, mund ta kuptosh arsyen pse për shembull dikush e harroi ditëlinjën tënde. Ndoshta është në streset mëdha me punën. Kjo të vret pak, natyrisht, kur tjetri harron ditëlinjën tënde, por kur e kupton se nga vjen kjo harresa atij, bëhesh më falës, më i afërt. Kujdes megjithatë se me këto që po them, nuk dua të lë të nënkuptosh se tipat e sigurt me atashim të sigurt s'kan hallë problematika në jetën e tyre dhe jeta e tyre martësore apo në lidhje është fushë me lule. Por trajtimi i këtyre çështjeve me ta është shumë herë më efektiv. Në fund të ditës pra, kanë prirje ta shijojnë lidhjen. Po, marrëdhënia të lodh, por ja vlen, është një lodhje e bukur, ja vlen. Shmangësit nga ana tjetër shpesh herë shohin lidhjen si një punë të rëndë sfilitse. O zot, prap me emocione kjo. Kjo ishte pra teoria e mendjes, të atashimi i sigurt, anktioz dhe shmangës. E tash erdhi koha të flasim për një kombinim më fatal, më ironiku i mundshëm. Çfarë ndodh kur një shmangës takohet me një anktioz?